Ndërkohë jeni në të njëjtin hotel ku djali juaj Çimi ka sjell Arsenin e duaj emrin tënd. Është duaj emrin tënd, unë dhe sa herë kujtojmë dhe këtë hotel të bukur shumë. Jo ambientet duke unë gjetur dhe ke shkallët në Tarac. Ai mbet edhe filmi mirë, që është vërtet ka një mesazh do të thoja akoma më aktual tani. Një njeriu do të ecë me emrin, me punën e vet. Bukur. Ndriçimit i kam mbetur si një film i kujtim i bukur. Ndërkohë që a ka një plan të afërt në kineman teatr për ju? Sepse thatë që dikush do të kujtohet, po unë shpresoj që është kujtuar edhe. Jo, tash ne gëzohemi dhe është natyrshme që angazhimi si në teatr dhe në kinematografi janë të rinjt. Pa diskutim. Keqardhja është tani se bëhen pak filma. Që është teatr akoma më shumë, më mirë është, ka iniciative të rinj, të gjejnë sponsor, vend shfaqje kështu në mënyrë private, edhe, me thënë, përpëlitje në kuptimin më të bukur, një përpëlitje bukur artistike, do thoja, edhe e arrin, po filmi është më i shtrenjtë, është shumë më i vështirë. Do thënë, nuk ka një plan, një skenar që tash gjithmonë ka të papritura. Në nkresën e privatit tuaj që ju e studioni. Me shpresh, inshallah, ndoshta, shpresojmë që të ketë. Por gjithmonë është, mos harrojmë që në Kinostudion e kemi bërë tërë ato film, kam bërë 35 filma me shumë pasion, duke me menduar fare shpërblimin. Ne jemi aktorë që kemi punu, nuk e di, rri tash dhe mendojnë dhe të rinë sikur se besojnë që si është e mundur që kemi punu me aq dashuri, seriozitet, pa pretenduam janë, mendoj për shumë Korça që është afër, po Gradecit, por mendoj atë dardhëm, për shumë 2 muaj në dimrin më të janar shkurt, që dëbora duhet ishe deri në gjuhë në kodrat e dardhës, dimri fundit për shumë. Juve ju kujtohet, ai sot e kësa ditë mbetet një film me një dashuri nënë, do thoja, që këto nëna të mira fisnike, kishin nevoj djemët në një qerdhe partizane, ato bënd të pamundur. Duke, do me mos lënë gjuhën në dëbor, duke esë në përvuj për t'i qonë një qerdhe aty, një copë buk, një palqorap, një trike t'i ngroj trupin. Një sakrificë madhe, okej. A ka qenë vështirë për aktoret femra të xhironin në dëbor? Shumë e vështirë dhe ne nuk jemi ndjerë. Me vështirësin nga më të mëdha, ndo një moment ju e themesim patur fare, edhe loti më ka rëshqit në faqe nga eftota. Se ku nga eftota i ngronim këto në dhimin, ju e dini më mirë se... Se keni përballuar edhe keni nxjerr figura... Ishim dhe më të reja atere, sigurisht, por ishte kjo angazhim, do thoya, kjo dëshirë. Dhe sa herë që them, sikur që kam bërë. Do shtë s'kemi fituar në një të madhe, po them, pasurie me madhe është që në lam diçka, që populli i shikon, sepse janë rrëfenja, janë histori tonë dhe na urojnë, janë mirënjohës. Me thënë, pa fjalë dhe janë, me një shikim ato ta japin atë mirënjohje. Kush ka qenë roli më i vështirë për zonjën Margarita, le të themi në kinema? Një rol të vështirë në kushtet atmosferike, e lem edhe dimrin e fundit, ndoshta edhe fizik. Dimri i fundit, shpeshherë, jo vetëm dimrin e fundit, po në disa filma kanë mbetur sa batuta që vazhdimisht i përdorim në aktorë në bisedat në ndryshme në tavolinë. Edhe ndonjëherë më thonë kështu për shembull që thoj dhe ti në një mendim Margarita për këtë problem që jemi në tavolinë duke biseduar. Po, edhe më thot dikush, "Hamishano, thuaj edhe ti një llaf." Hecim i them, pa rrugës e gjeb llafin. Ato gratë në dëbor. Ndërkohë ju hecim me atë këngën, me atë melodinë e bukur të Aleksandr Lalos. Djemtë të tanë luftoj në maleve, ne i rrimë gjithmonë pranë, pushka jonë është e nxehtë, pushka partizane. Asaj shumë, unë sa herë dëgjoj emocionohem dhe vetë, sinqerisht, se kanë qenë kohë të arta, të sinqerta. Me thënë, ne kemi dashur njëri tjetër, kemi qenë më afër njëri tjetrit, me atë zemër nëne, unë prandaj i kanë të bëj, i lash djem të vegjël atere, dhe i thashim shokit, më pëlqen roli, por nuk do shkoj, them se do vuani është dimër. Jo, e ndjeva Margarita që të pëlqeu roli, tha. Roli disa batuta ka, një faqe, po kjo grua mendon shumë, vepron shumë, kërkon, prandaj e mora, do ikështa dhe pasaj kur u kthy, vujtemi çikta, po e fitove filmin. Pre ati e kam më shumë, jo se s'doja të vija, po ishin djemë të vej, dhe më thoshe i shkreti që sopër, sidomos sopër nuk ndes dot. Dimër kudo, kur mungon nëna gruaja. Është edhe një film tjetë do lija dasmësime, po në dardh, kemi xhiruar për shembull Vitet e pritjes me Kurbetin, është ai filmi
i lotit i dhimbjes të madhe, e grave tona që presin burrat e tyre. Shumë, janë histori të vërteta të popullit tonë, të nënave të grave tona të mrekullueshme. Kam gjeruar vështirësi, po Mund të përmendim një film që ka pasur vërtet vështirësi në xhirim? Vështirësi në xhirim, do të thoja i pari është dimri fundit, në atë dëbor të madh. Ju a themi edhe kjo do lihet dashpësi, po edhe atë dëbor e kemi bërë. Pastaj kanë qenë më lehtë, më bukur, në kohë, në verë, në pranverë. Vështirësi ka, jo vetëm puna e ftohtit, ma vështirësi janë në të gjitha anët. Nga ana për ta kërku personazhin, për të mos rënë në pozitat e atij rolit që ke bërë, për të kërkuar gjithmonë të veçantë, dhe ky ka qenë meraku im, sepse unë mbasi mbusha 40 gjithmonë të veçantë. Mbasi mbusha 40 gjithmonë kam i angazhuar në rolin nënash, grash. Po nënat, unë jam nënë vetë dhe brenda nënës, më thënë brenda vetes time, këti emocioni si që ka nëna, atë që bën nëna nuk e bën kush, të themi me sinceritetin më të madh. Në veçanti nëna tona, nëna shqiptare, dihet historikisht që tradita e gruas shqiptare është e madhërishme. E ka thënë Edi Durani, e huaj, që ka ardhur këtu, e ka bërë një libër Brega Ballkani, po më bukur se ka thënë qajopi ju një math në të shire gratë, në të erët gratë, ikin me natë, vini pak dhire, ikin me natë, është gjë, me thënë, nuk harrohet. Inë me vërtet, ikin pak dhire dhe vinin me natë, me to drute ngarkuara, edhe duke se kishin obligimet e shtëpisë, grua si nën, vazhdimisht në punë dhe grua jonë vazhdon të punojë dhe ka një ecuri, do të thoja të jashtëzakonshme të përgatitjes së saj. Më kujtohet kur kam qenë se unë jam nga Lushnja. Kam recituar për herë të parë një poezi, Vajza shqiptare la tërkuzën, la dhe shatën e poetit të madh Alex Çaçi. Atëherë nuk dija ta kuptoja mirë atë përmbajtjen e saj, që është e vërteta. Po publiku e kuptoi që vërtet femra jonë e turturkitime, sepse vërtet e shikonte perspektivën që femrat tona, vajzat tona, gjithmonë kanë dashur të mësojnë dhe ja ku është femra shqiptare tani. Ndjen kënaqësi, emocion të madh kur i dëgjon televizor sa bukur flasin, sa të përgatitura janë, se janë të mençur, ne jemi popull i mençur tash, jo për të lavdëruar. Edhe gratë tonë janë të mençur, harrojnë veten, punojnë me sinqeritet, si në punën e shtetit, po ashtu edhe në angazhimet në shtëpi. Më falë se ti djali im, po 3 herë në ditë vetëm në lajm ja, të themi atë të vërtetën. Në skenë jam artiste në skenë, por në shtëpi jam nën, jam grua. Ska, është tradita jonë, po, e kam ndihmuar dhe bashkëshortis, po them, po, prap ato punë që bën gruaja, që bën nëna.